një rast nga jeta e profetit Muhammed a.s. I cili kur vinte Ramazani, siç na është transmetuar, bujaria e tij arrinte kulmin, arrinte në pjedestalin më të lartë. Ai ishte bujar gjithkohës, por kur vinte ky muaj e shtonte edhe më shumë bujarinë e tij, dhe kjo ka arsye të ndryshme. Një arsye për shembull është sepse shpërblimi i veprave është më i madh në Ramazan, dhe kështu sadakaja fiton një vlerë tjetër. Një aspekt tjetër është ndikimi që ka vet Ramazani dhe agjërimi tek ne. Një aspekt tjetër kanë thënë disa prej dietarëve është sepse një lloj mënyre të ndjekësh apo të mundohesh të përfitosh nga ato cilësitë e Zotit. Pra kur Zoti është kaq shumë bujar me krijesat e tij, edhe ne duhet të jemi bujar me njerëzit. Kur ai është i mëshirshëm, edhe ne duhet të mundohemi që të mëshirojmë, që të fitojmë më shumë prej bujarisë së tij dhe mëshirës së tij. Një herë profeti Muhammed a.s. një fëmijë shkoi dhe e kapi për dorë dhe donte t'i tregonte diçka, pra që ishte diçka tejet fëminore. Por po të mendosh, a ka ecur ndonjëherë mbi sipërfaqen e tokës ndonjë njerëz që e kishte kohën më të shtrenjtë se sa vetë profeti Muhammed a.s. Pra me gjithë ato përgjegjësi, me gjithë ato detyra, me gjithë ato probleme, nevoja që kishin njerëzit, e megjithatë ai me atë qetësinë e vet, me moralin e lartë që kishte, pranoi që ai fëmijë ta kapte për dorë dhe ta çonte në një vend që fëmia dëshironte dhe kështu i dhuroi prej kohës së tij, dha sadaka në një farë mënyrë nga koha e tij.